Një sherrë mes disa të burgosurve është regjistruar në burgun e sigurisë të lartë në Fier në dhomën e ajrimit. Burime nga Spitali Rajonal i Fierit dhe nga institucioni vuajtjes së dënimit konfirmojnë se gjatë konfliktit, dy të burgosurit kanë mbetur të plagosur. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se të plagosurit janë goditur me mjete të improvizuara, mes tyre edhe brisqeroje. Pas nisjes së konfliktit kanë ndërhyrë menjëherë forcat e sigurisë së burgut, të cilat kanë neutralizuar situatën dhe kanë rikthyer të burgosurit në qelitë e tyre. Dy të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Sipas burimeve spitalore, gjendja e tyre shëndetësore paraqitet e qëndrueshme dhe ata janë jashtë rrezikut për jetën. Burimi informacioni nga burgu Fier pohojnë se një ka qenë në paraburgim, ndërkohë që stafi drejtuesi i burgut është thirrur me urgjencë për të shqyrtuar situatën. Nuk dihen ende rrethanat e plota që çuan në nisjen e konfliktit, sikurse nuk bëhen të ditur edhe emrat e dy të plagosurve apo personave që janë përfshirë në konflikt. Ndërsa pritet edhe një reagim zyrtar nga drejtoria e institucionit të vuajtjes së dënimit për të sqaruar ngjarjen dhe masat e marra pas incidentit.